Mirë se po takohemi të dashur miq të emisionit Familja Jon. Këtë diel emisionin e nisi me Institutin e Evropës Juglindore për politika shëndetësore dhe sociale, ku flasim për kampanjen Merr Frym, një nismë e rëndësishme për ndërgjegjësimin dhe kujdesin për shëndetin. Dhe ka për qëllim me kontribu në përpilimin e politik bërjes, sidomos për çështje shëndetësore dhe sociale, jo përmes analizave të ndryshme, përmes përkrahasit dialogut, edhe ndërlidhjes në mes institucioneve apo në këtë rast me banorët. Në pjesën e dytë të emisionit shkojmë në Spitalin e Përgjithshëm Rezonanca 2, ku flasim për trajtim modern të thonjeve të futur në lëkurë dhe zgjidhjet që ofron mjekësia sot për këtë problem të shpeshtë. Kur është në fazat fillestare, është edhe pa infekcion. Vetëm i futun edhe dhem, pas kuqe pa ato. Mirë, për nëse lehet mas dorë, do të thotë ai komplikohet edhe zgjidhja dën kohë më shumë për me u zgjidh mas infeksionit edhe. Në bllokun e tretë ndalemi te mobileria Mia Home, ku sjellim pamje dhe ide interesante për arredimin e shtëpisë suaj. Ndërsa në blokun e kuzhinës, nutricionistja dhe dietologja Albulena Shabani Ilazi na sjell një recetë të shpejtë, të shëndetshme dhe shumëgjyshe për iftar. Që patate me pas sasisa më të vogël, jo shumë, ande e kemi karrotën, domaten dhe si perim të sezonës, po jo më pak i rëndësishëm, është edhe preshi. Takohemi të dielën në ora 16 në Kanal 10. Familja Jon mundësohet nga Klinika Gjermane Syrit, Instituti për Shërbime Psikologjike Sociale Visar Sadiku, Spitali i Përgjithshëm Rezonanca 2, Spitali i Varësive Rezonanca 3, Mobileria Mia Home, Salloni Perdeve dhe Tepijave Visari Home, Shkolla Finlandeze.